Mbetërina urbane dhe inerte deri te kafshët e ngordhura depozitohen në projën e Vrakës, pikërisht në vijen ndarëse mes Bashkisë Shkodër dhe asaj të Malësisë Madhe në fshatin Shtoj Vjetër, në njësinë administrative Rrathina. Ndotja e projit të Vrakës është në gjendje alarmante. Tonelata mbetërina zhvillon të depozitohen në këtë zonë duke ndotur ambientin përreth, ndonse pastrimet nuk kanë munguar. Sërish situata është problematike. Banorët jashtë kamrave e pranojnë se fajtor për këtë situatë janë vetë ato, pasi ndotja dhe depozitimi mbetërinave pranë projit të Vrakës vjen nga banorët e zonës. Aksionet e pastrimit për largimin e mbetërinave nga brigjet nuk kanë munguar, por përroj Vrakës vjen të ndotet. Përroj Vrakës që bron nga malet dhe përshkon rreth 10 km deri në liçenin e Shkodrës, është kthyer në këtë mënyrë në një vend depozitimi mbetjesh, ndërsa pika më problematike mbetet zona pranë Hekurullës, ku ndotja vazhdueshme po kthehet në një problem të madh për mjedisin dhe që po rrezikon ekosistemin dhe shëndetin e banorëve.